E keni vënë re se si në 1912 Shqipëria hap syt dhe gjendet totalisht e infektuar, si një trup i kancerizuar nga 500 vjet otomanizëm. Është e keqja më e madhe, më diabolike që i ka ndodhur këtij territori, kësaj toke, e populluar me ata shtuquajtur Homo albanicus ose shqiptar. Siç vetë quajmë ne. Tani pse është e lidhur kjo me Teheranin? Është e lidhur sepse i njëjti lloj soi poshtërsirash si këta ajatollah talebanët, vishen me petkun fetar, duke përdorur fabulën imagjinare të Zotit. Që s'është ajo që thot Zoti praktikisht, ë? S'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare. Muhameti, po t'ishte sot këtu gjallë, që ta dëgjojnë gjithë, nuk e di ku e kam kamerën, aty e ke kamerën. Që ta dini o shqiptar, o musliman, që ta dini, Muhameti, po t'ishte sot gjallë këtu, do ishte duke pirë kafe me Jezu Krishtin. Nuk ka asnjë... Nuk kam asnjë dyshim... Jezu Krishti po. Se është një nga figurat më tolerante të historisë, po e marim si figurë historike, s'po e marim si Zot për ne të krishterët. Por as nuk ka diskutim. Këta e kanë përdhunuar fen. Dhe në qoftë se kjo qënë ka feja që të vrasësh gratë me gur, e të kesh polici morali, apo në Pakistan mora vesh sot, në Afganistan, talibanët kanë kaluar një ligj ku, për shumë, ti mund të arrahësh gruan, dhe nuk futet më në kodin penal, po merret si një mas e brendshme familjare që merr burri ndaj gruas, për sa kohë që nuk i thyen kockat. Pra është ky keq kuptimi i fesë që po na çon drejt kësaj lufte? Dgjoj Ornela, sa e bukur. Për sa kohë që nuk i thyen kockat gruas, pranohet rrahja. Nuk ka problem, mund ta tërheqësh për flokësh, mund ta përplasësh edhe në mur, mund t'i bjerë edhe të fikët. I ke lexuar librat e shenjtë? Po, i kam lexuar. Jam shumë i lexuar. Po, të dy i kam. I kam edhe në zyrë, të dy. Mos ma prish, këtë dhe flasim. Po duash flasim për Kur'anin, për Bibël. Jo, po se po e shikoj me shumë urrejtje, kupton? Librat e shenjtë janë librat e shenjtë. Më fal. Jorgo e ke mbi emrin? Po, më falë, se nuk e kuptova fare ndërhyrjen. Unë po flasë për talebanët që rrajnë gratë dhe ti më thua mua librin e shenjtë. Ata janë popull që kanë pavarësinë e tyre, kanë shtetin e tyre. Unë sa po thash që s'ka lidhje me librin e shenjtë. Jo, se po e shikoj për pjesën e... Jo, ai po thotë që ajo që bëjnë ata shkon kundër librave të shenjtë. Nuk e kuptova fare. Lutem, e mbajmë në nivel logjik pak, mos ta ulim pak. Mos ta ulim poshtë kësaj, një sekond. Jo, mendim kote ke lexuar librin e shenjtë, nuk e pranoj unë. Vjen keq. Do e mbajmë në një nivel. Po është këti nivel ju nuk e ul. Kështu që hajde mbajmë në një nivel logjik, common sense. Pra, edhe njerë, unë po flasë për talebanët, për terroristët, për pisat, për njerëzit që përdhunojnë konceptin e besimit. Ti beso në Zot, ku të duash? Beso dhe kjo kanoqja po të dush. Shko adhuroj edhe hënën, e kishe shumë të bukur sot. S'ka masi lloj problemi, po të duash. Mos beso fare në Zot. Por mos më hajde mua të më imponosh në mënyrë politike një mod de vie dhe një mod de pensée ose modalitet të menduari, duke e futur pastaj në kode politike, penale, kushtetuta, ligje, formon edhe parti politike, vjen në pushtet dhe më del me një shëmtir si ai ajatollahu që u rrotulloft në ferr. Shumë mirë ja bën që e vran, dhe ai ishte një nga njerëzit më të ndyrë që ka parë rruzulli i tokës, sepse ka përdhunuar, ka vrar, ka dhunuar me qindra mira qytetar të pafajshëm të një populli të ndritshëm, të nderuar pers.